Vučić ju lut KFOR-it që t'ja hap rrugën Radojčićit që mos ta vrasin shqiptarët. Deputeti serb Petar Bošković ka mbajtur një fjalim të ashpër në kuvendin e Serbisë duke akuzuar drejt për drejt pushtetin për bllokimin e integrimit evropian dhe për mungesë të vullnetit politik e sundimit të ligjit. Në fjalimin e tij, deputeti opozitar përmendi edhe rastin e Banjskës, duke deklaruar se 2 vjet pas ngjarjeve Milan Radojčić vazhdon të lëviz lirshëm në Serbi. Radojčić shëtitet si të doj, me vetura të blinduara më të mira se princat dhe me sigurim më të fuqishëm se vetë presidenti Vučić, u shpreh Bošković. Ai theksoi se çështja e Banjskës është një nga temat kryesore që ngrihet nga zyrtarët evropian në çdo vizitë në Serbi, si dhe ndaj politikanëve serb gjatë udhëtimeve të tyre në Evropë. Pra, si do ta zgjidhni këtë kur nuk ju lejohet as t'i ofroheni Radojčićit tuaj? Të gjithë jeni të përfshirë, nga drejtori ASOKO-i BIAS, përmes Mojsilovićit dhe antarëve të pensionuar të ushtrisë deri te presidenti i shtetit që ju ka lutur KFOR-it ta hapë rrugën për t'i nxjerrë njerëzit që shqiptarët mos t'i avrasin, deklaroi ai.